Dhe me supozimin që ky është një gabim teknik, kjo dëmton procesin dhe procesi duhet të shkojë në rivotim. Ngren dyshime të bazuara për lëndim të procesit zgjedhor dhe për aktivizim të ashtu quajturit treni bullgar, që është një mekanizëm që mundson manipulimin dhe blerjen e votës. Siç e dini, për ta vënë në funksion atë mekanizëm mjafton një fletë i vetëm i devijuar. Në këtë rast ka disa fletë që janë gjendur në vendin që nuk do duhet të ishin. Partia Demokratike e Kosovës, përveç denoncimeve të bëra dhe dorëzimit të fakteve pranë organeve të rendit dhe drejtësisë, sot do të dorëzoj kërkesë në ankesë, do dorëzoj ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa, të cilit do t'ja bashkangjes të gjitha provat relevante nga ky manipulim, deklaratat e komisionerëve të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe me këtë rast kërkojmë që pashtu kamerat që ndodhen në klasa të administrohen si prova edhe pranë prokurorisë së shtetit. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se integriteti i procesit zgjedhor në Mitrovic është cënuar rënd. Janë shkelur ligji për zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe standardet e njohura të Komisionit të Venecias për një proces të drejtë dhe të lirë. Në këto kushte, nderuar gazetarë, më lejoni të paraqes kërkesat e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, sepse janë disa qendra të mëdha në të cilat janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë për rivotim në Mitrovicë do të paraqitet edhe si ankesë pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa menjëherë pas kësaj konference. Zotri Gruda, Fadil Nura nga partia juaj ka kërku nga PDK-ja që me u liru prej detyrës dy përfaqësuesit aktual të PDK-s në KQZ. Cila është përgjigjja e PDK-s në lidhje me këtë kërkesë të tij, edhe pse është deklaruar nga ai që ata nuk kanë punuar në interesin e partisë? Po ashtu kam edhe një pyetje në lidhje me nivelin qendror, a ju kanë kontaktuar vendosja dikon prej partisë së juaj, qoftë edhe deputetët, në lidhje për votat për qeverinë? Do të përgjigjem pyetjen e parë. Ajo që dua të them është kjo: dy përfaqësuesit tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me të marrë informacionin nga komisionerët tanë në Mitrovic, kanë shkuar atje, janë angazhuar me mua, me gjithë ekipin ligjor dhe të tjerë, me kryetarin Krasniqi dhe me të tjerët, për të punuar që e vërteta të zbardhur. Mendoj që ata kanë kryer detyrën e tyre ashtu siç i kërkon ligji dhe siç i kemi kërkuar ne. Nuk është çështja nëse besojmë ne ose jo që ka qenë gabim teknik. Unë thash edhe me supozimin që ky është një gabim teknik, kjo dëmton procesin dhe procesi duhet të shkojë në rivotim. Nuk mund të thonë ka ndodhur një gabim teknik dhe nuk do ta sanojmë atë. Kjo është, nëse do të marrni krahasim, sikur me shtyp vlet votime dhe me harru me shkru Partia Demokratike e Kosovës. Sepse ky gabim teknik ka ndikim thelbësor në rezultatin zgjedhor. Askush nuk mundet të thirret në faktin që ka një gabim teknik dhe do ta lëmë që edhe procesi të komprometohet edhe votat të mos jenë ato që kanë vendosur qytetarët e Kosovës. Nëse KQZ-ja, PZAP-ja, çdo organ i shtetit vendos të i besoj kompanisë që ka qenë gabim teknik, ka veç një rrugë, të ketë rivotim dhe të shtyp kompania fletvotime e reja. Vetëm kështu mund të restaurohet ky proces. Asnjë justifikim tjetër nuk e përmirëson shkeljen që ka ndodhur.